Fatkeqësisht, edhe pse jemi në vitin 2026, vazhdon të jetë, mos them kjo situata patriarkale, por gjithsesi vazhdon të jetë edhe ato gratë vetë mund të gjykojnë veten, jo se qysh me shku me punu apo diçka e tillë. Sa ka pas interes dhe si ka qenë situata tani për me gjetë në numër të grave për punu? Atin se ka liruar do venat punë shumë jënë lajmëruar. Po se më gjojnë edhe mu, edhe shoqën time më gjojnë, edhe jënë lajmëruar shumë për punë, për ka fabrika. Po i diskutojmë pak disa fotografi gjatë gjithë kohës edhe po na përcjellin. Zoja Mirjeta? Po, këto janë fotografit që kemi qenë në Danimark, të i klasifikullo për mi pru për mirat e Kosovës. Mi sjellë në Kosova? Mi sjellë në Kosovë. Janë do foto shumë mira që na kanë pritë shumë mirë. Këto jam të shtalla janë, në Ljubeneq. Kemi pas një klërë shumë të mirë, po fatkeqësisht s'na i lojnë asë njerë se gjithë na i vjedhin. Po, pse? Po, gjashtë dhe që tashtë. Nuk e di se na kemi shumë qefë klërë të voqel, po këtu përsëri jemi në Danimark, një shtallë e madhe e shtetit që është me një prodhem tepër të naltë, qumshtit. Edhe është një ratë që ka yndyrën 6-7%. Tu keni shkuar për të bërë trajnime, për të marrë ndoshta edhe po çdo vend që shkojmë marrim edhe ideja, marrim trajnime, do më thonë se për qatë ratë që shkojmë, kemi edhe trajnimin se çfarë defekti ka qaj ratë, ose çfarë krit me gjitha që i ka qaj ratë, atëherë kemi trajnimet jashtë vendit. Zoti Shulqe? Ta është të me shtu diqka? Ta është unë jam rrit me fermera në Zvicër. E di këtë lami se thojnë... Natën me cu prej gjumi? Se të shoh ljopën ose mështirën, se të shoh e di me njerë se edhe mjekimin e bëjnë 90% vetë. Po? Është e vështirë kjo pjesë? Ja, është shumë e litë. E ke përvecu edhe... Atjet grahin, ku të ishën punë të grahin në Zvicër. E përmend. Kur të bëjsh prej fillimit edhe me dëshirë një punë atëherë, nuk është të vështirë asgjë. Po jo, ma e mira është kur njëri tjetrin e mirë besoni, e kuptoni, edhe normalisht i ndihmoni njëri tjetrin. Unë po besoj që i gjithë çelësi i kësaj është kjo. Kur ju të dy e kuptoni njëri tjetrin deri në atë pikë sa që jeni në gjendje për gjitha me i bë bashk, me i ndihmu, me e kuptu edhe normalisht edhe rezultati nuk mundet. Kur smundet njëri, atëherë i kur mbulon smundet tjetri. njëri, po pikërisht. Qarë është një punë përveç asaj hekurosës që e përmende që nuk e bën shkëlqimi? Tek ferma po flas tani, se për të shtëpia e kuptu. Te ferma tash